Zbulohet çaji që shëron mbi 50 probleme, ja si ta përgatisni. Ulëntimet kanë konstatuar se ky çaj luan një rol të jashtëzakonshëm në zgjedhjen e shumë problemeve shëndetësore. Përbërësi kryesor është shafrani, i cili ka një rol të rëndësishëm në detoksifikim, i cili ngadalëson procesin e plakjes. Ulëntimet kanë treguar se ky çaj ka një rol të jashtëzakonshëm në zgjidhjen e problemeve të shumta shëndetësore. Ai ka efekte pozitive në rastin e demencës dhe problemeve të radikaleve. Me këtë ndikim, ky çaj gjithashtu lehtëson edhe problemet e stomakut. Këto janë disa nga vetitë më të mira që mund të sjellë për shëndetin tuaj ky çaj. Ju mund të bëni një pije të jashtëzakonshme me 1/6 e lugës së vogël të shafranit, gjysmën e lugës së kanellës, gjysmë gote qumësht, pak mjaltë, kardamom ose edhe gjysmë lugë xhenxhefil të grirë. Përzieni të gjitha përbërësit dhe shtoni 500 ml ujë të vluar, duke i zjerë dhe shtoni pak qumësht të nxehtë. Pini sasinë e përgatitur dhe kështu do të merrni përfitimet e saj. Si fillim e përdorni në doza të vogla dhe nëse keni alergji mos e përdorni.